Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Receta që ka lënë mjekët gojë hapur, mjafton një gotë nga kjo dhe do i thoni lam të mirë diabetit. Çaji i sherebelës është shumë i pasur me antioksidant të cilët jo vetëm që luftojnë inflamacionin, por njëkohësisht mbrojnë edhe të gjithë organizmin nga radikalet e lira. Efektet antioksiduese të çajit të sherebelës munden gjithashtu që të përmirësojnë funksionet jetësore të mëlçisë. Çaji i sherebelës mund të ndihmojë në reduktimin e ankthit dhe në përmirësimin e humorit. Çaji i sherebelës për uljen e nivelit të sheqerit në gjak. Ky çaj renditet mes 3 çajrave më të mirë të cilët mund që të pihen nga diabetikët. Substancat e tij aktive kanë tendencën që të ulin dhe njëkohësisht të mbajnë nën kontroll nivelet e sheqerit në gjak. Studimet thonë se këto substanca kryejnë të njëjtin funksion si barna të caktuara të cilat u jepen diabetikëve. Si të përgatisni çajin e sherebelës? Përgatitja e këtij çaji është shumë e lehtë. Mjafton të zgjidhni një filxhan ujë dhe të hidhni një lugë gjelle me gjethe sherebel. Gjethet ju mundet që t'i mbani në ujin e nxehtë në varësi të llojit të çajit që ju dëshironi, pra me aromë të fortë apo të butë. Sipas dëshirës mund të hidhni lëngun e një limoni dhe lëkurat e tij pasi të kenë zier për disa minuta dhe më pas mund ta hiqni nga zjarri. Kullojeni çajin dhe pastroheni atë me sheqer ose mjalt. Ky çaj mund të serviret i nxehtë ose edhe i ftohtë në akull. Mirë, po cilat janë efektet anësore të çajit të sherebelës? Sherebela përmban një substancë të njohur si thujoen, e cila është përgjegjëse për aromën e saj karakteristike. Në doza normale, kjo nuk përbën rrezik, ama në doza të larta mundet që të jetë toksike. Pirja ekstreme e filxhaneve me çaj sherebele në ditë dhe njëkohësisht konsumimi i këtyre gjetheve në forma të tjera dhe në periudha afatgjatë mundet që të shkaktojë probleme me zemrën dhe njëkohësisht me veshkat. Ndërkohë, toksiciteti ndodh nëse njeriu konsumon më shumë se 3 deri në 7 gram thujon në ditë. Nga ana tjetër, 1 litër me çaj sherebel përmban vetëm 4 deri në 11 miligram thujon, ndaj rreziku për një gjë të tillë është pothuajse inekzistent. Gjithashtu, duhet të keni parasysh se diabetikët zakonisht kanë kufizime të shumta dhe të mëdha në ushqime dhe në mënyrën e tyre të jetesës. Shumë prej ushqimeve që mund të konsumoni në një ditë për diabetikët janë të ndaluara dhe këtu futet sheqeri, buka, prodhimet e brumit dhe gjithashtu disa fruta. Megjithatë, disa prej tyre mund të kthehen në një kur të vërtetë dhe këtu futen karrotat, të cilat sipas ekspertëve munden që t'ju ndihmojnë në trajtimin natyral të diabetit. Dhe më konkretisht lëngu i tyre. Prandaj, karrotat janë të njohura për vlerat e tyre në shëndet, duke filluar që nga flokët dhe deri tek lëkura. Në lidhje me diabetin, ato përmbajnë beta-karoten, vitamin A, antioksidant, fibra dhe gjithashtu një sër nutrientësh. Një karrotë mesatare përmban vetëm 4 gram karbohidrate të tretshme dhe shumë pak sheqerna. Ndërkohë, ekspertët thonë se vitamina B6 ka një rol shumë të madh në fuqizimin e metabolizmit. Mungesa e kompleksit të vitaminave B në trup lidhet pikërisht me shfaqjen e diabetit të tipit 2, ndërsa karrotat ndihmojnë trupin që të marrë një sër vitaminash nga ky grup.
Vitamina A nga ana tjetër është shumë e rëndësishme për kontrollin e sheqerit në gjak, duke e balancuar atë për njerëzit që vuajnë nga diabeti. Fibra është gjithashtu e rëndësishme edhe për të ulur dhe njëkohësisht për të parandaluar diabetin e tipit 2. Si duhet ta pini lëngun e karrotës? Megjithëse ka një shije të ëmbël, mund t'i konsumoni pa rrezik edhe nëse vuani nga diabeti. Lëngu i karrotave do të përmbajë gjithashtu sheqerna dhe karbohidrate, por nuk do t'i ngrejë nivelet tuaja të diabetit. E rëndësishme është që të mos i shtoni sheqer teksa i konsumoni në mënyrë që të mos ndikojë negativisht në shëndetin tuaj. Gjithashtu, ekspertët rekomandojnë edhe të mos konsumoni këtë lëng çdo ditë pasi ai ka nivele të larta karotenoidësh, të cilët mund të ndikojnë në pigmentimin e lëkurës tuaj dhe gjithashtu lëngun e karrotës ju mund ta pini menjëherë ashtu siç është. Ose mund ta shtoni edhe tek sallata, ndërsa me mbetjet nga shtrydhja ju mundet që të përgatisni edhe një kek. Receta e duhur për diabetin: të konsumosh pije të ëmbla kur je me diabet duket si diçka tepër e vështirë, por kjo që ne do t'ju sugjerojmë në këtë video është një pije tërësisht e sigurt. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 800 gram karrota, 200 gram mollë të kuqe, 200 gram mollë jeshile, 20 ml lëng limoni dhe 20 gram xhinxher. Priteni të gjitha në copa të vogla dhe shtrydheni. Më pas ruajini të mbyllur në frigorifer ose mundet e ta konsumoni menjëherë. Ky lëng me bazë karrota dhe mollët për te diabetit gjithashtu do t'ju ndihmojë ju që të aktivizoni sistemin tuaj tretës, të rregulloni tretjen, por njëkohësisht edhe të parandaloni shumë probleme shëndetësore nga më të ndryshmet si edhe diabetin për të cilën ne folëm. Ndërkohë ekziston edhe një listë me ushqime të cilat gjithashtu do t'ju ndihmojnë që ju të ulni nivelin e sheqerit tuaj në gjak. Drithrat e plota ose buka e elbit. Ndonse shumica e bukëve duhen shmangur, buka për elbi dhe ajo për drithit të plot të bluar në gur kanë një nivel të ulët glicemie. Ato janë të pasura me fiber, e cila ngadalëson tretjen dhe stabilizon nivelet e sheqerit në gjak. Boronica, rrush dhe mollë. Gjithashtu shumica e frutave kanë një nivel të ulët të glicemisë sepse ato përmbajnë shumë ujë dhe fiber, por niveli i glicemisë mund të ndryshojë në varësi të pjekjes së frutave. Lëngjet e frutave për shembull kanë një nivel të lartë glicemie sepse shtrydhja largon fibrën dhe në lëng mbetet vetëm sheqeri. Studimet kanë konfirmuar që njerëzit të cilët konsumojnë më shumë boronica, rrushë dhe mollë kanë më pak mundësi që të preken nga diabeti tipit 2. Patatet e ëmbla. Patatet e zakonshme kanë një nivel të lartë glicemie, ndërsa patatet e ëmbla kanë një nivel të ulët dhe për më tepër janë të pasur edhe në ushqyes. Kosi. Kosi është i vetmi produkt bulmeti i cili ulë rrezikun e shfaqjes së diabetit. Kosi i bërë në shtëpi ka një nivel të ulët glicemie dhe mbi të gjitha është mjaft i shëndetshëm. Tërshëra. Sipas të dhënave, tërshëra ka edhe një nivel të ulët glicemie dhe ka pak gjasa të shkaktojë luhatje të nivelit të sheqerit në gjak. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj.
Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.